për krimin zgjedhor. Tani, nuk është mirë që të bëjmë këtë fenomenin që ne I thamë në folëm, po fakt këtu në këtë studio e nderuar, kur u ngrit më të madhe task forca, thash nuk do ndodhi asgjë. Pse? Task forca ishte një show për të treguar Task forca e prokurorisë, jo e Sonilës. Jo, me këtu kemi kisha dyshim pasi më faleminderit që kemi çuar shumë njerëz pas hekurave këtu ne. Flasim për ato të dumanëve. Dhe një strukturë që ngrihet vetëm për show, atë që në fakt e ka manin kryesore kryeministri, për të mos thënë që e ka ngritur kryeministri me iniciativën e vet, për t'i thënë dhe disa palo ndërkombëtarëve që shiko se ne kemi seriozisht gjoja me hetimin e krimit zgjedhor, ndërkohë që kodi penal I ka të parashikuar veprat penale të më ndihmoj avokati dhe nuk ka asnjë ndryshim. Pra, ngritja e task forcës nuk ndryshoi as kodin penal, as procedurën penale në lidhje me krimin zgjedhor, sepse kompetenca e krimit zgjedhor ka kaluar tek SPAK-u, dhe mbi të gjitha as strukturën të vetë të SPAK-ut. Disa sharlatan prokuror thjesht dolën bën një xhiro, hëngën e akullore si ai sot iPad, dumanin duke hëngër akullore në Vlorë. Shkojnë, hanë ai peshk të freskët me një lokal dhe këtu mbyllet sepse është absurde që ti çosh prova, ti çosh dosje pa fund dhe SPAK-u mos hapi asnjë dosje. Unë po ju marr vetëm dosjen 184. Këtu e kam denoncuar. Me prova të reja, kam çuar 2 dosje në periudhën mars-prill. Të 2 dosjet u bën me mos fillim. Më e pakta, ne I bëjmë një pyetje Dumanit sot. Pse mos hetohet dosja 184? Aq më shumë që ka prova të reja, se ne pamë se si po hetohet ish kryeministri, ish presidenti, gjithë liderët e opozitës për dosje të mbyllura, pa prova të reja, thjesht se ka shkuar një bandit si Taulan Balla dhe thot unë po bëj këtë kallëzim penal. Po ne që kemi çuar prova të reja, fakte të reja, vepra penale të reja dhe nuk preket. Po jo vetëm 184. Madje konfirmon sot në pozicionet